الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب صدق الله العظيم. Lavdrimet, falënderimet kulmore I takojnë vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu. Atë falënderojmë dhe vetëm prej tij një herë ndihmë dhe falje kërkojmë. Ndërsa salavatet, përshëndetjet, oratat dhe bekimet I takojnë pejgamberit tonë fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, dëshmojmë dhe deklarojmë se I vetmi që meriton të adhurohet është Allahu Gjelle Shanuhu. Atë e falënderojmë dhe vetëm prej tij një herë ndihmë dhe falje kërkojmë. Po ashtu të nderuar vëllezër, dëshmojmë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguar I tij. Është pejgamberi I fundit, është hula pejgamberëve, është mësuesi I njerëzimit, është shëndëtyra e çdo muslimani që ndjen veten se është musliman. Është personazhi praktik I cili na tregon dhe mostra praktike se si duhet me qenë një musliman. Vëllezër të nderuar, atë që Allahu Gjelle Shanuhu udhëzon në rrugën e tij të drejtë pa pushim. Kurse atë që humbaj pasi që përkëtër me vetë dëshirë të tij përcaktuar, nuk ka udhëzues për të. Vëllezër të nderuar, lutim Allahu Gjelle Gjelaluhu që të ruajë nga çiat e drejtës tonë, nga çiat të cilat vinë si rezultat I kryerjes të djallit të mallkuar. Lutim Allahu Gjelle Shanuhu që ta bëjë ka ato të cilat e lexojnë Kur'anin, e mësojnë Kur'anin, e praktikojnë Kur'anin nga mësojnë të tjerë. Lutim Allahu Gjelle Shanuhu të na bëjë ato të cilat do të jenë zbashkë me pejgamberin Mustafa sallallahu alaihi wasallam në xhenetin e Allahu Gjelle Shanuhu. Të nderuar vëllezër, Allahu Gjelle Shanuhu në disa ajete kuranore, edhe pejgamberi I fundit në tjetra hadithe thënie të tij, flasin për gjithçka që është e mirë dhe nxisin të mirë. Allahu Gjelle Shanuhu në Kur'an thotë inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allahu urdhëron njerëzit në drejtësi dhe në bamirësi. Allahu urdhëron njerëzit në mirësirje të mirë. Edhe pejgamberi I fundit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në shumë tonë na porosit që musliman duhet të jetë të sjellshëm dhe të moraçëm. Përveç që muslimani duhet të ketë sjellje të mira në familjen e tij. Duhet të ketë sjellje të mira edhe me njerëzit në përgjithësi. Pa marrë parasysh kush janë dhe ka janë. Por një tekst veçantë, porosit e pejgamberit alayhi salam I kushtojnë rëndësi të madhe që muslimani besimtari sillet mirë me komshiun apo fëmijën e tij. Prandaj gjojnë një thënie të çuditshme pejgamberit alayhi salam. Thot pejgamberi alayhi salam e dërgoi Allahu Gjelle Shanuhu Xhibrilin. Momentet e fundit të jetës pejgamberit alayhi salam. Transmetohet këto. Thot aq shumë Xhibril porositi që mos sill mirë me kojshin, me fëmijën. Sa që me shkoj mendja, mendova që kur të vdes, kojshia apo fëmiju do të jetë prej trashëgimtarëve të mirë. Ose ndryshe, kuptova se edhe kojshia ka drejt me trashëgim një kojshin e tij që ka vdekur.
me morë pjesë të visën pasurinë e ti kur ndahat pas vdekjes së tij. Atë shumë do të me porositi Gjibrili, sa që mendova se kujshiu jem do të me trashëgoj. Sikur Gjibrili atë shumë ka porositi sikur kujshia fqiu me qenë antarë të punës. Prandaj Islami të ndëruar e gazë dhe gjojnë që kushton në rëndësit. Zoti Kur'an po thotë, adhuroni Allahun dhe mos i bëni shok atij. Ajetin që lexuam të vetë të kujtës. Thotë edhe me friend sillu mirë. Edhe me të afërmin sillu mirë. Mos harroni edhe me jetim sillu mirë. Edhe me njerëzit e varfër, me njerëzit e gjurë, as ka fshatën e dojës, sillu mirë. Por mos harroni të sillu mirë edhe me fqiu në afër, me kujshin e parë. Por gjithashtu mos harroni të sillu mirë edhe me kujshin pak më të lartë. Edhe në fund, Allah më zëllëshon thotë, edhe asë se mos harroni ato që i keni në derë shpisë kujshin. Që mos sillu mirë. Allah më zëllëshon. Jo di kush tjetër, Allah po zëllëshon në përta. Prandaj nëse dashëm pëndodhin pak në realitetin tonë. Kjo dukuri mos respektimi fqiu, dukuri negativ. E ka paflu shoqërinë tonë. Ne mundum ja vë çetin vetes. Edhe në thonë të gjithë qarë të rregull. Raportet mes njerëzve, mes bashkësinë që jetojnë, në shoqërinë që jetojnë, ose mes kujshëllakut ma të thjesht shpejra e ka të thjesht të e pamora, nuk është të së është të vërtet. Ato ako e të te. Ato është problemi. Ku është problemi? Sikur ne i kemi shumë sime të Zotit. Sikur ne i kemi harru fjallë të Allahut të nëshame. Sikur ne i kemi harru fjallë të pejgamberit a.s. Të ndëgjën që ka të pejgamberit a.s. Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Fala yubdi jarahu. Ai që e beson Allahun dhe ditën e gjykimit, mos ta dëmtoj, mos i bëj keq këshillit. Se je musliman, mos i bëj keq. Pa më këtë format që konsiderohet e keq. Vërë ndashtë të në realitetit të nuk ka njerës, ka pëjshi që nuk u bëjt dhe këshina e do të sakat. Kjo është realitet. Edhe në shëjtë në nëzë dhe një ka të tila. E mos krasin për gjëmë atjera. Ka raste kur pëjshia me qëllim kanalizimin e vendosë në rrugë në paradigmën e pëjshisë. Me qëllim. Ka të tërka ka më shumë. A nuk nane pëjshiu të tjilë. Njeri të tjilë në ndushe ka dole për se që të pejgamberi a.s. Ai që beson Allahun dhe ditën e gjykimit, mos t'i bën keq pëjshisë. Ai që beson Allahun dhe ditën e gjykimit, mos t'i bën keq pëjshisë. Thonjën tjetër, ai që beson Allahun dhe ditën e gjykimit të cilët mirë me pëjshin e tij. Kush thot kështu? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Vëllazër ndashur, pejgamberi alayhis salam në një thonjë tjetër thot: shoku më i mirë të Zotit, ose shoku më i mirë të Zotit është ai që sillet pas mirë në shokun. Dy shok, njëri respekton më shumë tjetrin, çfarë është më i mirë? Pëjshia më mirë, thot pejgamberi alayhis salam, është ai i cili sillet mas mirë në pëjshi. Sillet mas mirë në pëjshi. Allahu xhallahu me drahtë ka shkruar në njerëz që jetuesin vetë. Filan ka punë mirë në familje. Filan me familje në familje, Allahu xhallahu ka dashur të të kriju popujë në mënyrë që mund njohë në sfera. Mënyrë që me respektu njëri tjetër, mënyrë që jeta në tokë me marrë kuptim, mënyrë që me ecë përpara, mënyrë që të ndalë ndihmë njëri tjetër, asë si një do kesh njëri tjetër. Të ndëruar vëllezër, thonjët e pejgamberit alayhis salam këtë nuk kanë të ndalë. Jo të shokë. Unë do të kisha përmendur në thonjët e pejgamberit alayhis salam, pejgamberi alayhis salam tregon një rast kur njeri shkon të pejgamberi alayhis salam dhe pyet të filonja o shumë muslimanë të mirë, shumë besimtarë mirë, falë, bën namaz. Mirë po, gjuhën pak e po të gjatë. Kështin i ofendon.
Kur të rëndë, pejgamberi a.s. Gjehenam, edhe pse fare, edhe pse agjeron, ju bëm darë pëshime, si dhe të kesh në pëshime saj, që s'ka mundësi. Kushtë të qëtë? Pejgamberi a.s. E pysin për jasë tjetër, transmitohet të të pejgamberi. Një person tjetër, një njëri, një grup tjetër, e cila e adhëron Zotin, kjo nuk e kinë të namazin, por nuk është shumë e dalume, por si dhe shumë jetë kështë. Pejgamberi a.s. të t'je kovarë në gjenet. T'je kovarë në gjenet. Historinë islame, në shtësorin e pejgamberit a.s. të ndërrua vëzër gjojnë thonje që një njëri për shkak një për me kafshë, një qenë e në ka të gjenet. Ati uj, në zërë, e ka po një qenë që po një puti, e ka të zbahë putën e ti e ka mu shumë dhe kalonë. E ka të gjenet. E dhe në mon gjendja, kur na si do vijem me këshim të. Dhe mon gjendja, kur na i ndihmojnë një një tjetër. Ka dhe e vëzën leshëm, këto disë në thonjën pejgamberit a.s. Edhe a jetë që o përmenë. Qëllimi i kësaj këse një do të vazhdojnë, do të plasën të drejtë. Dhe e risa me ndimin Allah o gjellë shumë, s'faku ata cilët e falin gjumon, ata cilët i falin namazin që mesin besimtarëve praktikuzet fesë, mos tjetë e përhap një këtë dëgurin e ka të s'faku. Për arsye se po dojnë me shku në gjenet. E për me shku në gjenet, dojnë me së të tjetën, me njërë që tjetën e të së. Ta ndaj Allah o gjellë shumë në qëta obligimet në cilat në ka obligu. Qëllimin e kanë që na më bërë njërës ma. Qëllimin e kanë, Allah në në pështërin në pushtet afare ma të sfarë. Qëllimin e kanë neve ma në pushtet. Na në bërë njërës ma të njërë. O ati në salate e në salate të në në fahshat. Dhe falë namazin të largon për i punë në qia. Nëse i e për atyre që e falë namazin dhe dëme ditë apo të pranuar namazin, nëse si në shkeqke për shimë kanë, dje që namazin e ka një pyetje të madhe. Se nuk jetë të këtë ashtë shumë dojnë. Pandaj vëzën dhe shumë pejgamberin e thonë të thonë një penges në rrugë ka tes me isë për i rrugë me largu. Qokë dhe lëtë ato në gjashme e ka vlerë të sabakës. E lera mo që musim një me këshirë, një një mu këshisë, ose e këmë në ta dhe një a i cili vendosë gjama cilat me qëllim e pëngojnë apo e paralizojnë një këshisë a këshirë dhe ti. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.